Emisioni Historisë Sportive i transmetuar mbrëmjen e së premtes në RTS Shkodra ka patur si personazh kryesor një emër shumë të njohur të sportit shkodran dhe atij shqiptar. Bëhet fjalë për Gjuli Shestanin, basketbollisten e famshme që luajti për mbi 20 vite me uniformën e Vllaznisë. Jam kënë shumë e kënaqur nga koha dhe loja që kam zhvilluar. Me të vërtetë që ka qenë arma kryesore gjujtën nga distanca, po ka qenë edhe sulmi shpejt. Kam qenë tip shumë i shkop, tip i lehtë, me fjalë, dhe ai sulmi shpejt, me fjalë i kallon krah, me fjalë pesha jam i kallon krah të sulmit shpejt, me fjalë nuk ka pas, ka qenë pengesë për shkak. Ka i cak sporti, nuk ka se arti që e vazhdan kurda. E kam mjeshtër sportit, mjeshtër merituara, Neri sportit shkodran, mirënjohjet, federat, edhe mjeshtër e madhe për presidentit, i kam marrë të gjitha, dhe kur ashtu më kanë thënë ke marrë ti... Lojtarë shekullit a pun tjetër, se je zgjell, pa janë klubit. Klubit Vllaznia. Kurse si bashki, ata më kanë thënë ke marrë titullin më të madh, nuk mund të napim ne titull më të vogël. Po për mendimin tim, këto është vlerësimi i qytetit, nuk ka vlerësim as i presidentit as i federatës. Pas largimit nga fusha e lojës si kapiten e Kuqeblu, karriera Gjuli Shestanit vijoi po me atë sukses, edhe si trajnere e Vllaznisë, ndërkohë që për 41 vite me radhë shërbeu me përkushtim dhe profesionalizëm si mësuese e edukimit fizik.